Ligji i ri për duhanin sërish hap debatin për balancën mes shëndetit publik dhe efekteve ekonomike mbi hotelerin, gastronomin dhe turizmin. Sindikata e punëtorëve të këtyre sektorëve paralajmëron vërejtje ndaj ndryshimeve të propozuara, por nuk është kundër ligjit. Ata duan të parandalojnë zvogëlimin shtesë të kuadrit tashmë deficitar në sektor. Nga Sindikata e Hoteleri Turizmit porosisin se e mbështesin miratimin, por paralajmërojnë se zbatimi i ligjit mund të ketë pasoja ekonomike nëse nuk parashihen mekanizma mbrojtës për vendet e punës. To treba da se најдат начини и мерки истиот да не придонесе за намалување на бројот на работници во овој сектор. Знаеме дека овие два сектори се дефицитарни со кадар. Покрај ниските плати, дел од работниците не заминуваат во странство, така да сметаме дека и ова ќе биде еден вид на мал удар за исто така намалување на бројот на работници во овие два сектори. Sipas sindikatës, hoteleria dhe turizmi edhe tani përballen me mungesë fuqie punëtore. Një pjesë e punëtorëve largon jashtë vendit për shkak të pagave të ulta, ndërsa çdo restriksion shtesë që do të ndikonte në qarkullimin e bizneseve mund të nënkuptojë edhe goditje të re ndaj punësimit. Pikërisht për këtë arsye, propozimi i tyre shkon në drejtim të një zgjidhje të ngjashme me zgjidhjen e mëparshme ligjore. Знаеме дека и досегашниот закон кој што предвидуваше одредени простори за пушачите или така наречени тараси, предвидуваше таков дел кој што ќе биде каде што пушачите ќе бидат во можност да уживаат едноставно во тоа нивно задоволство. Nga sindikata theksojnë se verandat ose pjesët e veçanta për duanpirës janë pjesëkyçe për biznesin, por kyç është edhe zbatimi i qëndrueshëm dhe kontrollet e shtuara inspektuese. Mesazhi i sindikatës është mbështetje për një ligj që do ta mbrojë shëndetin publik, por me zgjidhje të dizajnuar me kujdes që nuk do të shkaktojë largim shtesë të kuadrit dhe mbylljet e vendeve të punës në një sektor që edhe ashtu përballet me sfida serioze.